Asnjë pengesë në rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama e quajti të duhur qëndrimin e shumicës për të mos i dhënë leje SPAK për zëvendësimin e masës së sigurisë për Belinda Ballukun, pasi thotë se kërkesa nuk përmbushte as kushtet minimale për t'u marrë në konsiderat. Nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian, kështu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Rama tha se ka patur biseda konstruktive me partnerët ndërkombëtar mbi këtë çështje, ndërsa mohoi çdo mundësi tensioni apo presioni. Nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëhen këto diskutime. Kjo thotë se ka ardhur për shkak të grupeve të caktuara të interesuara për destabilitet, përfshirë dhe opozitën. Leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lënduar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Përjashtim nuk bëjnë as dy kanale televizive, Syri TV dhe News 24. Ai televizioni që thua ti është në prokurori për pastrim parash. Është në prokurori me një denoncim të bërë nga organet shtetërore dhe nuk është i vetmi televizion. Ka dhe një televizion tjetër që është i denoncuar për evazion fiskal masiv. Dhe të dy këto televizione janë bartësit e të gjithë pjesës dërmuese të gënjeshtrave, të shpifjeve, të sulmeve. I rezervuar ishte për të komentuar votën kundër mazhorancës së Fatmir Xhafajt dhe ministres së shkarkuar Elisa Spiropali. Nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari i grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Për Porto Romano, Rama tha se kompania është tërhequr me argumentin e krizës dhe rritjes së çmimeve, por projekti nuk do të ndalet. E kanë shumë gabim, sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Kjo ka lidhje dhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Ndërsa për ata që kanë tentuar të bllokojnë projektin, mesazhi ishte i qartë. Të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Rama ndau detaje edhe nga takimi me ambasadoren e SBA-s në Athinë, mbrëmjen e së mërkurës. Janë çështje të interesit të lartë amerikan në këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal, që kanë të bëjnë me qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë,